kapitalin e marinës. Ox Lloyd. Në ato kohë ishte zakon t'i bie 8 herë për t'i dhënë lam të mirë vitit të vjetër dhe 8 herë të tjera për të festuar ardhjen e vitit të ri. Pra ishte një traditë e marinës. Prandaj ishin ato 16 goditjet për të cilat flasin të tëra gazetat. Por kësaj here gjërat janë ndryshe. Me atë këmban ai ka dashur të tregojë fundin e kësaj epoke dhe fillimin e asaj të re. Po, fundi i epokës së Mjekërbardhit, apo jo? Kjo do të thotë se ai vetë do që të fillojë një erë të re, apo jo? Besoj se ka shumë mundësi. Nuk shoh asnjë arsye tjetër për të kthyer në ishullin ku humbi vllajën e tij, vendi ku provoi një dhimbje aq të madhe. S'kam njohur kur një tip macarues. Është e vërtetë që tuftës kundër çurrashëve me një shpërblim për disa qindra milion denarësh, ai është dalluar, e pranoj. Gjithsesi, nuk do të lejoj që të vërdalloset i lirë kudo. Në rregull, as mos t'i shkoj në mendje. Këtu në botën e re, duhet të mendoni të bëni diçka më tepër për të më mahnitur. Por shiko se çfarë turme me të paf. Mjaft të mundove kit, ne të kemi hapur probleme dhe nuk të kemi dëmtuar. Do të kishim ikur për gjithmonë nga këto destra. Të lutem kit, na kthen njëri, të lutem. Doni lirin, doni të ktheheni në shtëpitë tuaja të rehatshme. Më dëgjoni, keni pak gjeni kthyer në këtë zonë. Nuk e njihni gratka që fshihen këtu rrotull. Kapelje prej kashte? Pikërisht, ka dhënë spektakël tani ai. Nuk më duket rasti për të shqetësuar shumë. Fituesi do të jetë ai që do të bëjë shahmat në fund të lojës. Arpando! Peçe, e të shosh, Ania po fluturon në ajër. Si ka mundësi? A marrë mira, çfarë është kjo punë? Pa e fort i bonin, e morën me. Shiko shef, po zbret diçka nga qielli. Jo, jemi ne që po ngrijemi lak. Duhet të më falësh. A mund të nisësh përsëri nga e para, sepse më duket se nuk e kuptova mirë. Unë jam Mjekërkafi, përkundrazi jam pirati i madh Mjekërkafi. Dhe mbi kokën time është vendosur një shpërblim më i madh se 80 milionësh. Mos e harroni emrin tim. Guxove që ta hidhje në tokë piratët e mi besnik dhe do ta paguash shumë shtrejt për këtë që bëre. E kuptova. Emri yt është shumë i paguxueshëm, prandaj të pyeta. Po të them një dy gjëra. E para është që nuk i kam duruar kurrë